I dhunoi vajzën e mitur u kris marrëdhënia e Genta Gjalpit me partnerin e saj. Influencierja e njohur Genta Gjalpi së fundmi bëri buj në rrjet si personazh pasi u shfaq në një video ku dhunonte vajzën e partnerit të saj. Një video që u komentua gjëre gjatë në rrjet dhe pati një ndikim në gjendjen e saj psikologjike. Mirëpo me sa duket, kjo situatë nuk ka ndikuar fare në marrëdhënien e influenceres me partnerin e saj. Së fundmi nëpërmjet një foto të postuar në profilin e saj, ish banori e Big Brother shfaqet e lumtur krah partnerit.